Bismillahirrahmanirrahim. Gëzuar fitër Bajramin të gjithëve. Ky gëzim vjen si kur orzimi një sakrifice në adhurim. Zoti i gjithësisë të gjithëve na ka krijuar që atë të vetëm ta adhurojmë dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore dhe tokën ta rregullojmë. Ndaj çdo sakrificë jona, e cila lidhet ngushtësisht me adhurimin e Zotit një, si edhe me rregullimin e tokës dhe marrëdhënieve ndërmjet nesh, meriton gëzim. Allahu i madhëruar ka thënë: "Ul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Thuaj, me mirësinë e Zotit dhe mëshirën e tij të gëzohen. Kjo është më e mirë se gjithçka grumbullojnë. Ndaj gëzuar pas kësaj sakrifice në adhurim dhe gëzime paçi nga dita në ditë e nga viti në vit, si në këtë jetë dhe në tjetrën jetë. Gëzuar.